Njerëzve u kanë ardhur në maj të hundës 8 vitet e mjerimit dhe të varfërisë që solli Rama. Basha, Partia Demokratike dhe një grup me ekspertët më të mirë financiar kanë punuar për një plan ekonomik që do t'u jap njerëzve atë që meritojnë. Ja pikat kryesore të planit Shqipëria fiton ekonominë. Do të rrisim pagën minimale në 36.000 lek në muaj, me synimin të reduktojmë varfërinë. Ne do t'i ulim taksat e Ramës në 9% për të ardhurat personale, në 18% për sigurimet shoqërore për të vetpunësuarit, në 0.5% për tatimet dhe taksat lokale për biznesin e vogël dhe të mesëm. Ne do t'i rrisim çdo vit pensionet për 650.000 pensionistë. Ne kemi një plan të detajuar për të ulur kostot e energjisë dhe të karburantit. Ne do të ndihmojmë familjes shqiptare, duke mbuluar shpenzimet arsimore për 90% të nxënësve. Programi ynë Shqipëria fiton arsimin do të ofrojë ushqim dhe aktivitete passhkollore. Ne do të japim tekste shkollore falas për të gjithë fëmijët. Do t'i mbajmë fëmijët të sigurt, duke u ofruar atyre më shumë arsim, më pak të lashe. Ne duam të ndërtojmë një të ardhme të re. Ndaj do t'i mbështesim familjet e reja me nga 3.000 lek në muaj, për 5 vjet rresht për çdo fëmijë të lindur, boll me premtimet boshe të Ramës. Është koha që shqiptarët t'i kenë xhepat e mbushur, më pak taksa, më shumë mirëqenie.